Paskal, ke kërkuar edhe njëherë vëmendjen e medias. Po. Po, do për të folur për rastin e pronave të tua dhe atë se çfarë ke përjetuar të themi gjatë viteve të fundit dhe se si është situata aktualisht. Ç'do na thuash? Shko, unë jam i prekur nga situata që ndodhi me gjyqtarin, po njerëzve u ka vajtur kaq në majtë të undës, me këta kusar, me këta i dutrit e qeverisë, që po dëgjojmë në për televizorat ditë për ditë grupet kriminale që vjedhin pronat e popullit, edhe nuk kanë lënë gjë pa vjedhur. Unë po referohem rastit tim. Kam 11 vjetë që kam bërë një kallëzim penal në Prokurorinë e Vlorës, edhe Prokuroria e Vlorës los me top. Njëre pason ande, njërë këtej mbyllin hetimet, e kam quar një gjukat, gjukata i kap hetimet, të vazhdojnë hetimet, ma kam mbyllu prap, e kam quar në apel, edhe prap gjukati apelit ka dhënë të vazhdojnë hetimet për këtë çështje, gjukata nuk ka derman. Prokuroria, jo gjukata. Prokuroria duhet ta çojë në gjukat. Çfarë problemi ka? Na e fillojmë në fillimin. Për çfarë e ke bërë kallëzimin? E kam bërë kallëzimin që më kanë vjedh 11.000 metra në palas, duke ja dhënë patronazhistave të kryeministrit, miqve të kryeministrit, në emër të shtetit. Gjasmja është bërë si themun, e do shteti, po shteti pronën e do për disa gjëra që thot ligji, për shkolla, për hidrocentrale, për rrugë, për spitale, po jo të bëj fusha për mikun e Diramës, patronazhistin, atë qidet me parashyta, edhe për Samir Manen të bëj teleferik. Ku e keni tokën? Unë e kam në palas tokën. E çfarë është bërë në tokën tuaj? Në tokën tonë janë vjedhur 11.000 metra dhe janë bërë vetëm 900 metra për të ndëndur populli që të shikojë të pikë turistike. 10.000 metra i ka vjedhur Edi Rama bashkë me këta kusarët që ka. Këta i dutri dhe Prokuroria e Vlorës e mbron. Ju i keni dokumentat që Por, o zotni, unë kam hipotek, motër. Kam hipotek që ajo pronë është e fisit tim, s'është Edi Ramës. Edi Rama vodhi dhe 22 hektar në Vuno, por nuk janë të Edi Ramës, janë të gjyshit tim, të naq ekonomit, ta dish. Keni bërë përpjekje, kësa vite keni fatë që po merreni me... Që në 94-ën. Që në 94-ën? Po. Ke marrë në një tokë branë bakë? Po, kemi marrë këtë, për shtë që po bëj unë intervistën tash, kjo është me hipotek në ka këtyre agjencie pronave. Po Edi Rama nuk e lën këta i dutrit që ka, edhe në e merë Edi Rama ja jep këtyre miqve të ti. Po, moj motër. Po, ku qalon puna? Qalon puna që i ka kërkuar Edi Ramës miqët e ti që ta marin, edhe në e ka marrë në emër të... Investime strategjike. Jo, të çështje publike, kupton ti çfarë bëhet apo? Gjasmja këtë pronë do bashkia i Marrës 11.000 metra. Atje vetëm 15 vjet o vlla është spronsuar prona Gjasmja, s'kemi marrë as lek as gjë. Edhe pronën e ka Kulishi Edi Ramës, Alket e Islamja i me parashyta, edhe ne që jemi pronar frymësyt. E kupton kush është kjo reforma drejtësi këta kusarët, këta i dutrit. Nja qena kryeministri, krye i dut! Pa tjetër që jeni revoltuar për të që thasë. Edhe këto që ndodhin, ka të drejt populli mëj, i të gjonë qa ka bën Rumi në Durrës mëj, dhe qa po bën Samir Mania në palas, sigur është në palasa Samir Mania, kusarja i duti. Që mas e ty nuk të pëlqejme gazetare, po janë të vërteta mëj, që pun ka, a i dutri di në dërmija në palas mëj. Kush janë këta mëj? Edhe ne palaskotët jemi, na kanë bërë sikur jemi turq, serb. Nuk e keni për herë të parë që flisni për mediat, ka pasur reagimet ndryshme nga ju, jeni, shpesher keni qenë qendër të vëmendjes. Me të gjitha këto reagime asgjë moj, këta janë kusar, shiko këtu, gjo gjaqin tënë të shko, se unë kam qupër më të madhe në atyja, shiko, kërkesën e fundit që i kanë bërë prokurorit të rrethit, edhe nuk
nuk më pranon në pranim në takim, urdhë, më unë s'kinje, ja jepen televizor, urdhë. Kërkesë e fundit që i kam bërë, urdhë. Për qarë syje, moj, po pëse i mbrojnë këta Hajdutrit, që e Dirama i mbrojnë i pari, se janë kulishat e Diramës. Në këto kushte që gjeni, Po? çfarë i bie të bëni populli, ju? Populli gjuna ka të drejtë, moj, prandaj bëllë veprime që ikën atrut e kokës, moj, që të vjedhun të celularin që e ke bler ti, të ta marun se jam unë i fuqishëm, kështu është jeta, kështu është Shqipëria, kështu duhet tjetë, ma, e këtë do të vejnë në Evropë kjo, me gjithë kusarët e botës do të vejnë në Evropë kjo Hajduti. Ja, unë nuk kam frikë, jo na i, po na Perëndia s'kam frikë. Po e kupton që nuk ka drejtësi, moj. Je lodhur ndonjëherë, Paskal? O modra, jam lodhur kaq shumë, sa kryeministri është njeriu më negativ që ka Shqipëria. Unë të ajo prona që po bëj llafe, ndërtova duke marrë nga shteti 146 milion lek që më hoqën 3 organe. Edhe unë ndërtova të prona me hipotek dhe mua ma prishin për ta vjedhur këta Hajdutrit që e kanë sot. Ja, kjo është e vërteta, që ta di e Dirama. Edhe nuk ka turp fare ai. Ja, kështu si po them, prandaj o motra, ju i detyroni njerëzit të arrin ekstrem. E kupton ç'a bëhet apo ja? Si moj, shikoj unë një tropojan të prona ime në palas të bëj ligjin, moj. Qa janë këto gjëra, moj, që ndodhi? Këto ndodhi në këtë shtet të degeneruar, në këtë shtet Hajdut kusar. I dëgjova mbrëm në televizor qa kanë bërë me pronat, edhe u jepte edhe leje kryeministri që të qa bërë ma edhe, u jepte edhe atë që bën ato, që i thonë, arkitektin. I thosh televizori, nuk i themon. E qa presim, do me dhenjë, në Imar nuk ka as Palacikot, as Dërmias, as i Mariot, janë vetëm tropojanët, tiranësit e Diramës, të këture kusarve. Edhe mua falemderit, modra, se kam 11 vjetë që ri këtu edhe më mashtrojnë, më bëjnë këta Hajdutri, këta kusarët. Me ka keni çështjen? Jo, ju si gazetare duhet vesh te prokurori i rrethit. Për çfarë syre nuk më pranon mua? Një kallëzim penal me ligje ka 3 muaj. 11 vjet kam unë. Te kjo prokurori e degeneror, te këta kusarët këtu. Kaq. Po në qoftë se ju doni ta verifikoni, është bërë kallëzimi në 2015-ën. Ne jemi në 2025-ën, apo jo? Ik shikoje. Edhe ti